institucioneve të Kosovës me zgjedhjen e presidentit të ri. Dhe uroj shpresoj që opozita e Kosovës këtu mos kërkoj pra që ky lloj dialogu i cili do të realizohet në kuptim të zhbllokimit të këtyre ndihmave që pritet nga Bashkimi Evropian, Banka për Zhvillim, Banka Botërore kështu me radhë, s'duhet ta vendosi në këtë lloj pako diskutimesh edhe çështjen e presidentit. Mendoj se këtu janë dyshimet që mos kemi një gabim të kësaj natyre nga opozita e Kosovës, por shpresoj se në këtë situatë në cilën gjendemi dhe nga ajo çfarë deri më sot kemi dëgjuar deklaratat e krerëve opozitar të Kosovës, mendoj se do të kemi një votim të kësaj pakoje. Në fakt, zoti Atili, Bashkimi Evropian ka bërë thirrjen dhe ka bërë të qartë sigurisht se pa ratifikim formal nuk mund të paraqitet asnjë kërkesë për këto pagesa. Dhe pyetja është se apo e humb tashmë Kosova besueshmërinë e saj ndaj Brukselit për shkak të gjitha këtyre vonesave të brendshme, por edhe krizës që ndodhi para se të zhvilloheshin edhe këto zgjedhje të radhës. Padyshim që kemi zbeje të marrëdhënieve në kontekst edhe të Bashkimit Evropian në raport me Kosovën. Kështu që unë mendoj se ky moment është shumë delikat dhe shumë i rëndësishëm, që është një shans dhe një mundësi që të përmirësojmë imazhin dhe të ndërtojmë ato lloj urash bashkëpunimi të cilat janë shumë të nevojshme në këto rrethana të cilat gjendet bota dhe rajoni në këto momente. Jo më larg se mbrëm, neve kemi një lloj provokimi nga ana e Serbisë që ka shkelur hapësirën territoriale të Kosovës me 2 dronë që kanë qëndruar jo pak, por ndoshta mbi 1 orë në territorin e Kosovës, dhe që është lajmëruar dhe alarmuar, do ta thosha, dhe NATO dhe KFOR-i, të cilët kanë pranuar që nuk janë dronët e tyre dhe që identifikimi është krejtësisht i logjikshëm se ky lloj provokimi vjen nga Serbia. Andaj marrëdhëniet me Bashkimin Evropian, me shtetet aleate të Kosovës që ndihmuan në çlirimin e saj, dhe veçanërisht pa lënë anësh edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, duhet që të ndërtohen sa më shpejt këto lloj urash komunikimi, bashkëpunimi dhe ndërtimi të një strategjie të përbashkët që Kosova të nesërmen të ketë mundësinë e aderimit në këto organizata, të cilët padyshim se janë edhe siguri edhe të aspektit territorial dhe të zhvillimit të përgjithshëm dhe të antarësimit në këto organizata botërore. Zoti Atili, këfajsoni sa i përket kësaj besueshmërie që Kosova ka humbur nga Bashkimi Evropian, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga vendimet e fundit të Bashkimit Evropian, por ndërkaq edhe nga ndërprerja e dialogut strategjik SBA-Kosovë. Pra, këfajsoni ju pikërisht për këto, le të themi, këto raporte që janë prishur kohët e fundit? Tani kemi ndëgjuar shumë akuza në këtë një vit dhe kemi lexuar dhe po ashtu trajtuar analiza nga më të ndryshmet. Dhe në këtë rast unë them se nuk duhet të kthehemi tek ajo çfarë quhet drejtojmë gishtin tek fajtori. Në çdo lloj situate kur kemi kriza të kësaj natyre, gjithsecili ka pjesën e fajit vet, por padyshim se përgjegjësia bjen mbi qeverinë, mbi ato të cilët udhëheqin më së shumti, por që në atë rezultat i cili domethënë doli nga kutitë e votimit përpara këtyre zgjedhjeve, aty nuk mund të përjashton pa faj edhe opozitën e atjeshme, e cila nuk mori një lloj nisme për të krijuar institucione përderisa akuzonte në të njëjtën kohë vetëvendosjen. Kështu që unë mendoj se këto lloj ndasish apo këto lloj përplasjesh tani më janë sheshuar ose duhet të lihen prapa krave dhe të shohim se çfarë në të ardhmen realisht duhet të ndërtojmë një strategji të përbashkët atje. Andaj mendoj se është më mirë mos drejtojmë atë gishtin tregues tek fajtori, por të përpiqemi edhe të kemi guxim dhe kurajo që të marrë gjithsecili atë pjesën e fajit në këtë situatë që më së shumti kërkon, si thua, një lloj maturie dhe unifikim rreth qëndrimeve madhore për çështjen e Kosovës dhe aspektit kombëtar që lidhet edhe me një lloj sigurie në rajon. E qartë, se i përket edhe planit të rritjes, zoti Atili, nëse afatet nuk përmbushen edhe pas periudhës shtesë, fondet përkatëse do të humben për gjithmonë, dhe a rrezikon Kosova të humbas këtu para reale për shkak të dështimeve administrative dhe politike nëse këto institucione nuk do të formohen?
Padyshim që rrezikon dhe nuk është vetëm tek humbja e fondeve, nuk janë pak fonde ato, por nuk është çështja tek aspekti i asaj që ne quam të mirat materiale, sa unë mendoj se pesha mbi fajsin është në një lloj dëmi të madh që mund t'i shkaktohet Kosovës edhe mbi sigurinë dhe të ardhmen e saj. Kjo është shumë e rëndësishme se sa kjo pjesa tjetër e pakos ekonomike, por jo më pak e rëndësishme për faktin se aty tregohet përgjegjësiria dhe partnerët ndërkombëtar, shtetet e konsoliduara, organizatat botërore që të gjithë të marrin në konsiderat kur ato shikojnë që vërtet ne kemi atë pjekurinë e nevojshme që të dimë të tejkalojmë problemet e interesave partijake, mos them individuale, mbi atë çfarë quam interesi madhor i çështjes së shtetit, të ndërtimit të shtetit të Kosovës, e cila tani më po mbushet me të vite pas 2 muajsh, por që kjo lloj pavarësie padyshim nuk ka ardhur vetëm në bazë të një lloj sakrifice të shqiptarëve, por edhe si një mbështetje e faktorit të jashtëm me të cilin neve padyshim që duhet jemi shumë të kujdesshëm në ndërtimin dhe mbajtjen gjallë dhe forcimin këtyre marrëdhënieve, nga që pavarësia e Kosovës, por edhe stabiliteti në rajon është jetik dhe mbaret të kryekëput nga këto aleanca euroatlantike që Kosova i ka si thosh të siguruara, por që kjo lloj politike, mos të them e papërgjegjshme, po e një lloj kokforcie e cila këtë vit ka dëmtuar jashtë mase Kosovën. Shpresoj se në këtë moment mos të ndodhi një njëjti gabim, në të kundërtën do të ishte them fatale dhe nuk e dim se cilat do të ishin pasojat më vonë të kësaj kokforcie që do të na vinin në formë sanksionesh apo tërheqjesh graduale nga mbështetja e faktorit të jashtëm që do të cënonte realisht edhe stabilitetin e Kosovës. Zoti Dili, nga ana tjetër, është Kosova realisht e gatshme për këto reforma të thella apo vetëm për retorikë europiane, dhe nga ana tjetër, a e shihni ju vetë këtë si një thirrje miqësore nga ana e Bashkimit Evropian, apo është vërtet një paralajmërim serioz politik se i përket Kosovës? Që të dyja bashkë, është edhe paralajmërim serioz edhe një mbështetje e cila edhe Europës i duhet. Për faktin se në qoftë se Europa nuk do të marrë seriozisht edhe atë çfarë i kërkon Amerika apo presidenti Trump që të marrë përgjegjësi për të qenë më aktive në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe kryesisht tani në Kosovë bëhet fjalë, atëherë këtu nuk është pa fajt dhe Europa, në kuptim të kësaj është dhe interesi i saj që të stabilizojë Ballkanin Perëndimor, që ta bëj pjesë të familjes së saj dhe që ta heqin nga këthetrat e ndikimit të interesit rus dhe kines, që tani më fuqishëm thuajse janë prezent në këtë pjesë të rajonit dhe në format e asaj çfarë ne quam lufta e padukshme kibernetike apo në një lloj ofanzive do të thosha shumë të madhe. Është edhe ajo lufta hibride e cila po zhvillohet jo vetëm në Kosovë, por në rajonin tonë dhe që po krijon një lloj ankthi, paniku, pasigurie, institucione të dobta dhe që gjitha kjo përkthehet në një lloj krize e cila mbretëron dhe andaj dhe Bashkimi Evropian mendoj se do të ketë zërin e fuqishëm në këtë rast që të tërheqë Ballkanin Perëndimor rreth asaj çfarë ne quam gjiri i Bashkimit Evropian përfshi edhe këto vende, që do të krijonte një lloj stabiliteti dhe për vetë shtetet e Bashkimit Evropian nëse kemi një Ballkan Perëndimor më të qetë, më të sigurt. Por si thua, tangoja nuk luhet e vetme që thuan, do thotë se do partneritet në këtë lloj ndërtim strategjish. Andaj dhe klasa politike shqiptare duhet të jetë shumë e kujdesshme për ndërtimin e këtyre lloj partneriteteve dhe uroj dhe shpresoj mbi të gjitha se kësaj radhe do të dëshmojmë pjekuri. Zoti Dili, është pikërisht ajo që ju thatë, pra plani i rritjes sigurisht që synon që ta afrojë Kosovën me standardet europiane, por sigurisht të kërkohet disiplinë institucionale. Dhe a është vërtet ky momenti kur Kosova duhet vërtet ta dëshmojë se është gati për në rrugën drejt Bashkimit Evropian? Unë mos të them që është momenti më i mirë, por do të thosha që ndoshta është një nga momentet e pakta ose një nga momentet më të fundit që mund edhe të jetë si thua një situatë e cila do të dëshmojë nëse vërtet neve
kemi si thua atë përgjegjësinë për të ndërtuar shtet të fuqishëm dhe në partneritet me Bashkimin Evropian dhe Amerikën, apo do të fillojmë domethënë që të vazhdojmë që të luajmë për ato interesat politike të dëmtojmë kauzat kombëtare. Andaj mos them domethënë që është momenti i fundit, por situatat kështu si zhvillohen mund të themi se mund të jetë një nga momentet e fundit që këtë shans Kosova duhet ta shfrytëzojë dhe unë mendoj se kështu do të ndodhi, do të kemi një votim të pakos me 2/3 me shumicën ndërmuese që kërkohet në parlament për të hapur rrugë vetes për të mbështetur këto lloj fondesh, të cilat janë në shërbim të qytetarit, në shërbim të Kosovës dhe mbi të gjitha në përmirësimin e marrëdhënieve me Bashkimin Evropian dhe shtetet aleate të Kosovës dhe të shqiptarëve. Kjo është ajo çfarë është më kardinale në këtë rast, pra treguesi një lloj serioziteti për të ndërtuar marrëdhënie të shëndosha, serioze dhe të besueshme dhe afatgjate me shtetet e Perëndimit dhe Amerikën. Në fakt, zotë Adili, zgjedhjet tashmë janë mbajtur, fituesi është i qartë tashmë, por institucionet ende nuk janë funksionale ashtu si duhet të ishin. Mendoni se tashmë po shndrohet tranzicioni politik ndoshta në një pengesë për zhvillimin ekonomik të vendit? Ka qenë një pengesë, vazhdon që të jetë derisa nuk kemi institucione të funksionale. Dhe unë mendoj se Komisioni Shtetëror Zgjedhor atje, mbas certifikimit sa më shpejt që duhet të bëjë të rezultateve përfundimtare dhe që tani më dihen, që të kemi një ditë sa më të afërt të konstruimit të parlamentit dhe bashkë me këtë që të zhbllokohet edhe situata politike dhe ajo ekonomike dhe ndërtimit të marrëdhënieve me partnerët europian dhe amerikan. Uroj e shpresoj, thash edhe një herë, që opozita e Kosovës mos të shfrytëzojë këtë moment që të vendosi kushte që tani për zgjedhjen e presidentit. Atëherë këtu do të kemi një ngërç, do të kemi një blokadë e cila nuk do t'i falet klasës politike të atjeshme dhe veçanërisht në këtë rast mendoj që pesha më e madhe faj do të jetë tek opozita e atjeshme, nga që numrat e atyre përbëjnë atë 2/3 për zhbllokimin e situatës, sidomos të fondeve që kapin një shifër jo të vogël, rreth 1 miliard e thamë euro, por që mbi të gjitha flet edhe për një lloj serioziteti për partneritet të besueshëm me vendet aleate. Kështu që shpresoj që kjo që thatë ju mos të ndodhi dhe të kemi bashkë me pavarësinë e Kosovës në shkurt edhe të konsolidimin e këtyre institucioneve dhe hapjen rrugës të dialogut edhe me Bashkimin Evropian, por vetë me klasën politike në Kosovë për një gjetje kompromisi të nesërmen pra në mars për të patur edhe atë çfarë quhet institucionin e presidencës, nga që pas 2 ditësh në 15 janar Kosova kujton edhe genocidin, ende do të thënë që kemi në si thua rreth 2000 trupa viktimash të pagjetura. Do të thotë se neve kemi përgjegjësi shumë të madhe ndaj këtyre situatave, kur thënë ne, do të thënë klasa politike në Kosovë, por në tërësi edhe shqiptarët, politikat kudo që janë ato në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut dhe kudo, duhet të kenë një maturi, duhet të kenë një pjekuri dhe një lloj strategjie për çështjet madhore, pra përderisa neve ende po ballafaqohemi me atë situatën e pas lutës të viteve 88 98-99 në Kosovë të gjenocidit të serb, nuk kemi këtë lloj komoditeti që të zihemi për laçkat, që themi, të interesit të përditshëm politik, se kush dhe çfarë pozicioni do të ketë më shumë në